njeriu në ballafaqe me problematika të ndryshme, me sfida të ndryshme, qofshin ato personale, qofshin ato madje edhe shoqërore, njeriu I duhet durim, I duhet sabër që t'i përballojë ato. Përndryshe, në mungesë të sabrit është e pamundur që njeriu edhe të realizojë domthon ambicet dhe kërkesat e tij, qofshin ato të dynjas, qofshin ato të ahiretit, por shpesh herë edhe në raport me po themi disa padrejtësi të cilat ndodhin. Sepse ne ndoshta sidomos në kohën tonë po jetojmë në një kohë kur shohim përmbysje të mëdha të kuptimeve, edhe domethënë ti sheh njerëz të cilët nuk e kanë asnjë lloj kredibiliteti, as fetar, as po e zëm për shembull, as kombëtar, as që të flasin për tema të caktuara. Por ata I sheh të zënshëm, ata I sheh duke përdorur një lloj kamgjiku duke I goditur secilin në çështje të caktuara. Pastaj sheh njeriu shpesh herë po zëm në pozita të caktuara njerëz që nuk janë meritor. Si do të sillesh te karshi përballë kësaj. Sheh pastaj njeriu padrejtësi të mëdha, për shembull, qofshin ato të posedimeve, qofshin ato të meritave, qofshin ato të po themi lavdatave vështirë, kur për shembull një njeri I cili nuk ka asnjë lloj merite për çështjen e caktuar, ai është po themi është në piedestal duke u nderu, duke u krenu, duke I dhënë merita të caktuara kështu me radhë. Vështirë për pjesën tjetër, çfarë të bëjmë, Andaj në një rast të tillë pejgamberi alayhis salatu wassalam, kur një sahabi kërkon një lloj përgjegjësie ta marr në disa prej punëve dhe detyrave, dhe domthon pejgamberi nuk e jep atij, jep dikujt tjetër dhe e paralemon pejgamberi pastaj këtë njeri. Dhe I thot se do të vinë kohë, domethën kur njerëzit do të jetojnë në një çakurdim të madh, në një rrëmuj të madhe të këtyre pozicionimeve, dhe do të sheh njerëz që nuk meritojnë, kanë merita, marrin pozita, udhëheqin, njerëz që flasin, njerëz që bajnë kështu me radhë. Dhe pejgamberi tash po I jep një këshill këtij, dhe kjo është këshill mendoj shumë e madhe, e cila na nevojitet shumë. Edhe në trajtimin cilën po e bëjmë në kohën tonë, kjo ka qenë në atë kohë, e paralemrimi është ndoshta për këtë kohë ose për kohë të ngjashme, sepse pejgamberi ka paralemruar për një kohë pas tij, pejgamberi ka thonë, na çka të bëjmë pra kur të përjetojmë këtë ja Rasulullah. Ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, bani sabër. Pra zgjidhja është bani sabër. Deri kur ja Rasulullah, ka thonë hatta talqauni ala al-haud. Ka thonë derisa të më takoni tek burimi. Pra derisa të më takoni tek burimi në ditën e ringjalljes, në ditën e gjykimit. Ky lloj stacioni, apo se pejgamberi na tregon, dhe arritjen deri aty, pejgamberi po na thotë se duhet të shoqërohet gjithsesi me sabër. Ka bani sabër. Bani sabër sepse ju keni më ballavaçuar gjatë rrugtimit me gjithçka tjetër. Kush ka më bot lehtë kalimin e këtij kësaj rruge, kur ta paramendoni se ka më ardhur një ditë kur keni më taku mua. Andaj kujdesuni që të më takoni mua e nuk keni bën zullum dikujt. Kujdes që të më takoni mua e nuk keni lënë mungu diçka nga obligimet e Zotit. Kujdes që të më takoni mua ditën e gjykimit e nuk vije dikush mbrapa ju që të kërkoj hakun. Kujdes që do të më takoni mua e të mos jeni nga ata të cilët unë do të them pastaj do të zbrapsoni për shkak se ju i keni lënë mësimet e fesë dhe keni lënë udhëzimet edhe keni bë çrregullimin tokë, keni përhap fesate kështu me radhë.